Mjet të reja të publikuara nga policia e Kosovës kanë rikthyer vëmendjen tek vila luksoze e ish nënkryetarit të listës serbe Milan Radojčić, i cili tashmë njihet si organizatori i sulmit terrorist në Banjsk. Objekti vendosur pranë liçenit të Ujmanit deri para pak muajsh shihet si një simbol i pasurisë së tij, derisa sot po shfrytëzohet nga njësia speciale e policisë së Kosovës. Në pamje të shpërndara shihen pjesëtarët e policisë duke patrulluar dhe ushtruar kontroll në ambientet e brendshme dhe të jashtme të vilës. Sipas ministrit të punëve të brendshme pak kohë më parë Xhelal Zveçla, ky objekt nuk do të mbetet më një stre e luksit për kriminalët, por do të kthehet në një hapësirë që do t'i shërbejë sigurisë së institucioneve të vendit. Nga luftëtar lirje në Pablo Escobarin e rajonit, Zveçla ka theksuar se pamjet e publikuara e dëshmojnë qartë mënyrën se si Radojčić dhe bashkëpunëtorët e tij për vite të tëra kanë keq përdorur resurset e Kosovës për t'u pasuruar në mënyrë të palishme. Ai e krahasoi figurën e tij me Pablo Escobarin e rajonit, duke theksuar se nuk bëhet fjalë për një figurë politike apo patriotike, por për një bos të krimit të organizuar i cili përmes kontrabandës dhe veprimeve të tjera të jashtëligjshme është bërë multimilioner. Kjo narrative e institucioneve të Kosovës synon të portretizojë qartë se pronat dhe pasuritë e Radojčić nuk janë të fituara me punë të ndershme, por janë rezultati i aktiviteteve kriminale që tashmë janë objekt jetimi nga gjykimi. Konfiskimi i pronave dhe procedurat ligjore. Më 4 prill të këtij viti, policia e Kosovës njoftoi se kishte konfiskuar 3 prona të Radojčić në veri, përfshirë edhe këtë vilë luksoze pranë Ujmanit. Procesi u krye në bashkëpunim me Agjencinë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe Konfiskuar në bazë të një urdhri gjykate. Sipas autoriteteve, deri tani në përfundimin e procesit gjyqësor, prona do të mbetet në administrim të shtetit, pasi të ketë një vendim përfundimtar për konfiskim të përhershëm, ajo do të mund të përdoret zyrtarisht nga policia e Kosovës. Në plan është që objekti të shërbejë si stacion për njësinë e anijeve të policisë, duke qenë se ndodhet pranë liçenit dhe është një pikë strategjike për të kontrolluar kufirin. Lidhja me sulmin në Banjsk. Ky zhvillim mund të shkëputet nga sulmi 24 shtatori 2023 në fshatin Banjsk, ku një grup i armatosur serb u theshur nga Radojčić vrau një polic të Kosovës dhe shkaktoi përplasje të armatosura që përfunduan me 3 sulmues të vrarë. Pas kësaj ngjarje, Radojčić mori publikisht përgjegjësinë për organizimin e sulmit, duke bërë atë një figurë të izoluar politikisht dhe të shpallur si terrorist nga autoritetet kosovare. Hetimet për pasurinë dhe aktivitetin e tij financiar janë pjesë e përpjekjes së institucioneve të Kosovës për të luftuar jo vetëm terrorizmin, por edhe rrjetet e kontrabandës dhe krimit të organizuar që kanë operuar për vite të tëra në veri të vendit, nga simboli i krimit në mjet të sigurisë. Kalimi i vilës nga duart e një individi që konsiderohej një figurë e errët dhe e fuqishme në veri, në shfrytëzim të policisë së Kosovës, është një mesazh i fortë politik dhe institucional. Ai tregon se shteti ka marrë kontrollin mbi hapësirën që dikur ishin të paprekshme për të mbrojtur dhe strukturat paralele serbe. Përdorimi i këtij objekti nga njësia speciale jo vetëm që i jep një funksion praktik, por edhe simbolik. Ajo që dikur ishte një strofull për aktivitete të palishme, tash mund të shndërrohet në një bazë që garanton rendin dhe ligjin. Ky transformimi një pronë të luksit të palishëm në një aset shtetëror shihet si fitore e ligjit mbi krimin dhe një sinjal se institucionet e Kosovës janë të vendosura të mos lejojnë më që pasuritë e fituara përmes terrorit e kontrabandës të përdoren për qëllime të errëta.